Të nderuar miq, e nderuara familja Bukoshi, i nderuar kryeministër, nuk kam dalë këtu para jush në emër të ndonjë institucioni, as në emër të ndonjë pushteti, jam këtu në emër të miqësisë dhe të vlerave që lidhen me të. Me Bujar Bukoshin me lidhe një miqësi e gjatë pa asnjë pretendim, as për të ndryshuar botën, as për të ndryshuar rregullat e jetës. Thjesht u nisëm nga një ideal dhe arritëm aty ku arrin shumica e njerëzve të SRS-on. Më shumë të zhgënjur dhe më pak të lumtur që bëm një rrugë të mundimshme për të përballur së fundi jo me dimensionin abstrakt të një ideali, por me përmasën reale të një bote e cila pamshirshëm t'i pamundson dhe t'i shpërbën të gjitha ëndrat. Megjithatë, ne e bëm pjesën tonë të historisë. Në bisedat tona të gjata, që nga fillimi donim që Kosova të ishte ndryshe dhe doli se ne nuk ishim opozit e askujt, thjesht ishim opozit e pamundësive tona, opozit e një realiteti që nuk lëshon vend për idealizëm. Kultivuam mendimin e lirë si observim për Kosovën ndryshe nga rregullat obskurantiste të besimit në një Zot të gjithëpushtetshëm. Nuk e pëlqyem Kosovën mbretëri as principat, nuk u gjepsem nga asnjë ideolatri, por e deshëm Kosovën e idealeve tona të kryhershme, pa ndryshuar asgjë në konfigurimin e projeksioneve tona futuriste. Në këtë pikë, ndonë se shkenca ku kishte bërë hapa profesional ja bën të gjuhën lakonike, Bukoshi ngjante shumë me idealistët të ndrimtar, të cilët kërkonin me ngulm në harmoninë qiellore ta projektojnë në realitetin e pamundshëm të politikbërjes pragmatike. Thënë ndryshe, nuk ishim asnjëherë të prerë për politikën e rezultateve të pritshme, por ishim të prerë për politikën e synimeve utopike, atje ku, siç është ditur, nuk mund të arrijë shumë kush. Me Bukoshin u njohëm në themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Për bindjen time ne përbënim krahun më autentik të këtij organizimi, sepse nuk kishim interesa, kishim vetëm synime. Ky krah autentik nuk kërkoi dhe nuk mori mirënjohje dhe dekorata, asnjëherë, asnjë përbej. Deshi vetëm që kjo histori i suksesit të mos ishte vetëm një ëndër e pajetuar. Të nderuar miq, kohët që kërkojnë heronj janë kohë të vështira, janë kohë me shumë kontradikta që mbi të gjitha kërkojnë sakrificë, kuraj, guxim, ndershmëri. Bujar Bukoshi e përballoi këtë kohë të vështirë dhe përkundër ëndrave të këqija që dikush mund të shihte për të. U presh në paqe.